Ideja që një i ri 21 vjeçar armatose të hyjë në një shkollë dhe hap zjarr pa dallim ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve dhe më pas kryen vetvrasje është diçka që i shpëton çdo lloj arsyeje të shëndosh. E megjithatë, reagimi ynë i parë dhe më spontan është kërkimi i shkaqeve, motivimeve, parandjenjave. Pra kërkimi për rrënjët e një tragjedie që na mashtron, duke menduar se mund ta kuptojmë atë që ndoshta edhe mund ta zgjidhim. Megjithatë, në vend të kësaj, rrënja është e padepërtueshme. Rruga e vetme që mund të ndjekim është ndoshta të analizojmë ngjarje të ngjashme, dhe kjo, jo sepse ka element të pandryshueshëm në ngjarje të tilla apo disa rregulla. Në fakt, çdo tragjedi është unike në llojin e saj, por sepse analogjit mund të nxjerrin në pa, tema që përndryshe do të mbeteshin shumë pak të dukshme në sytë e publikut. Precedenti më i famshëm dhe tragjik i ngjarjes së rënë të Gracit është masakra në shkollën e mesme Kolumbine në SBA në vitin 99. Historia e Kylan Klebold dhe Eric Harris, dy autorëve të masakrës, u tregua në dokumentarin e Michael Moore, Bowling for Columbine. Ajo frymëzoi edhe filma si Elephant me regji të Gus Van Sant dhe më rëndësishmja librin me kujtime të Sue Klebold, nënës së Dylan, i mbir pas masakrës së Columbine. Klebold e tregon historinë e saj me një ndershmëri të pamëshirshme, dhe nëse siç e përsërit vazhdimisht, historia e djalit të saj nuk mund të përgjithësohet, ajo ofron gjithsesi një motiv për të reflektuar. E para ka të bëjë me një analogji, duke që autori i masakrës së Gracit ishte viktimë e ngacmimit, ashtu si Dylan Klebold dhe Eric Harris, dhe kjo gjë nxjerr në dritë një fenomen që është i njohur prej kohësh, por që nuk është identifikuar kurrë plotësisht, cikli viktim-autor. Në ngjarjet e ngacmimit, abuzuesit janë shpesh individ që dikur kanë qenë të ngacmuar vetë nga të tjerët. Një studim i kryer në Australi në vitin 2023 zbuloi se rreth çereku i viktimave të ngacmimit kultivojnë sjellje agresive që ndjekin atë model. Nuk është hakmarrje siç përmendet shpesh, por imitimi i një modeli. Është një lloj si të besosh se dikush mund të pranohet në shoqëri vetëm nëse shkakton atë që ka duruar dikur. Ky ngacmim është një simptom prestigji, e njëjta gjë që kanë ndier viktimat në një mënyrë të çuditshme, por asnjëherë të vënë në dyshim vërtet tek torturuesit e tyre. Është një dhimbje e padëgjuar, vetmbrojtje, mbrojtje paradoksale nga abuzimi, është lehtësim nga emocionet e zemrimit dhe zhgënjimit, të cilat grumbullohen për shkak të ngacmimit të shkaktuar nga dikush më i fortë. Ngacmimi krijon një cikël të përhershëm dhune. Sue Klebold shkruan ndër të tjera në libër së bashku me fjalimet plot urrëtie apo letra që përsërisnin të njëjtën pyetje të përjetshme, drejtuar prindit të një kriminali. Si nuk e kuptuat vallë, ajo mori gjithashtu mesazhe të panumërta solidariteti përgjatë viteve. Shumë njerëz i shkruan duke i thënë se e kuptonin shumë mirë gestin e Dylan dhe Eric. Shumë fëmijë u drejtuan drejt për drejt Dylanit në burg duke derdhur në letrat e tyre dhimbjen dhe urrëtitjen e tyre për mjedisin në shkolla. Përveç mitomanëve, njerëz të qetë dhe racional e pranuan se ata vetë kishin dëshiruar shpesh të ishin autorë të gesteve ekstreme të rebelimit kundër ngacmimit. Adoleshentët që i shkruanin Sue Klebold nuk identifikoheshin me viktimat, por me xhelatët. Kjo do të thotë që ngacmimi është një plagë kaq ekstreme dhe aq e dhimbshme, saqë i nxit viktimat e saj të justifikojnë krimet më të tmerrshme, jo për hakmarrje, por për manifestimin e një dhimbjeje të padurueshme. Aspekti i dytë ka të bëjë me kontekstin shoqëror të masakrës. Këtu nuk ka analogji, por një mospërputhje. Graci ndodhet në zemër të Europës së vjetër, Columbine në Colorado të Shteteve të Bashkuara. Masakrat nëpër shkolla duken gjithmonë thellësisht amerikane në natyrë dhe stil. Kjo është një nga pasojat e mitit amerikan për armët, si një instrument i lirisë dhe e legjislacionit që e mbështet mbajtjen e tyre. Kjo është tema në zemër të dokumentarit Bowling for Columbine dhe sigurisht që nuk duhet nënvlerësuar. Gjithsesi, Graci na tregon se tragjedi të tilla mund të jenë gjithashtu shumë pranesh. Ato na përkasin neve, nuk janë të huaja. Në 20 vitet e fundit ato kanë ndodhur në Finland, Gjermani, Suedi, Serbi, Republikën Çeke. E vlen të citojmë sërish Sue Klebold, mjediset shkollore dhe ngacmimi, videolojrat e dhunshme, neglizhenca prindërore, paramilitarizmi i kulturës popullore amerikane janë që të gjitha pjesë të enigmës, por as të marra individualisht dhe as së bashku, ato nuk përbëjnë shkakun e vërtetë të urrëties dhe dhunës që shpërtheu shkollën e mesme Columbine. Pra kjo dhunë duhet kërkuar tek një shkak më i errët dhe më kompleks, të rrënjosur tek shoqëritë tona të luhatshme, siç shpreh sociologu i njohur Zygmunt Bauman në dokumentarin Bowling for Columbine. Ka një skenë të paharrueshme ku Michael Moore interviston Marilyn Manson, këngëtarin e famshëm të rrymës rock metal, i cili u fajsua për masakrën që ndodhi për shkak të përmbajtjes së dhunshme të këngëve të tij. Nëse do të kishe mundësi të flisje me të rinjtë e shkollës Columbine, çfarë do t'u thoshe atyre? E pyet Moore. Asgjë. Thjesht do dëgjoja atë që kanë për të thënë. Sot askush nuk po e bën këtë, u përgjigj Manson.